Por herë të parë që nga shtrimi në spital rreth 3 javë më parë, Papa Francesku po tregon një përgjigje të mirë ndaj trajtimit, ka bërë të ditur Vatikani. Ky zhvillim pason një deklaratë nga zyra e shtypit e Vatikanit të shtunën, ku thuaj se Papa po tregonte përgjigje të mirë ndaj terapisë dhe një përmirësim të lehtë dhe gradual pas episodeve të infuicencës së rëndë respiratore që pati të hënën. Zburimi të Vatikanit, përmirësimi lidhet me funksionimin më të mirë të shkëmbimit të gazrave në mushkëri dhe oksigjenit në gjak. Megjithatë, rreziku për një tjetër krizë të frymarrjes ende ekziston, me prognoza mbetet e prezervuar, theksoi burimi. Papa vazhdon të trajtohet me terapi e oksigjeni me rrjedhje të lartë gjatë ditës dhe ventilim jo invaziv gjatë natës, sipas njoftimit zyrtar. Të shtunën në mëngjes, Papa bëri lutin e tij, ndërsa pas dite pushoi dhe zhvilloi disa aktivitete pune, bëri të ditur zyra e shtypit. Të dielën, ai mori pjesë në meshën në kapelin e katit të 10 të Spitalit Gemelli në Rom dhe më pas u përfshi përmes videolidhjes së ushtrimeve shpirtërore që po zhvillohen në Vatikan me rastin e kreshmëve, njoftoi Selia e Shenjtë. Një burim nga Vatikani tha se Papa qëndroi i lidhur me videolidhjen gjatë gjithë meditimit dhe kishte mundësi të shihte anëtarët e kurjes. Administrata e Vatikanit por nuk komunikoi me ta. Sipas të njëjtit burim, gjendja shëndetësore e Papës mbetet e njëjta me atë të shtunës. 88 vjeçari paraqet stabilitet dhe përmirësim të lehtë, por ende në pamje të ndërlikuar klinike në tërësi. Që nga incidenti i së hënës, Papa ka qenë në gjendje të qëndrueshme dhe po merr fizioterapi respiratore dhe motorike. Të njëjtën, ai publikoi një mesazh audio të regjistruar më parë, ku falenderoi të gjithë ato që kanë lutur për të. Ndërkohë, pasiguria vazhdon të ndihet në Vatikan për shkak të qëndrimit të zgjatur të Papës në spital.